Mirë se gjeta, faleminderit. Po kthehemi shumë mrapa në kohë për të kuptuar pak për Austrien, edhe ndoshta për kohën e studimeve dhe jo vetëm, e ndoshta edhe atë pjesën kur vetë se e ke lënë Kosovën fatkeqësisht si shumë bashkëdhetar tanë. Faleminderit shumë. Unë kam prit këtë ditë që më ardh këtu në televizion, më tregu për diçka që është një gjë shumë e bukur. Mjekësia alternative është diçka shumë e bukur, edhe unë për vete përpara nuk e kom di që është mjekësia alternative. Deri shkova në shtetin Gjerman, atje e studiova këtë pjesë, edhe jam shumë krenare që kom fillu këtë punë. E normalisht tash ke mundësinë edhe ta ndash me ata në nevojë. Ju thash edhe vetë unë punoj 70% punës e bëj në Gjermani, edhe në Zvicër edhe vendet tjera të botës, deri në Australi. Në Amerikë, në Australi, i këshilloj njerëzit, ju të regoj se si me qenë ma shëndetshëm, qysh me largu toksinat, si me hjek problemet e shëndetit, edhe mos me pas frik njerëzit, si sot që është frika gjithkush, jo, unë e vdes, nuk vdes njere, s'kom vdek asone, që unë e tash jem gjallë, edhe pse edhe unë e kom pas njëtën frik, pse në atë kohë kur gjenerata jam, unë jem gjeneratës 72-shit, unë kam qenë studente këto në fakultetin teknik, këtu në Kosovë, edhe u ba koha që shu ba, ajo kohë, në u largum për fakultetit, edhe unë atër u martova, edhe ba lufta, unë ika për Gjermani. Atje shkova në Gjermani, por shtetin Gjerman nuk e dashta me njëherë. Kur shkova në Gjermani, gjithë shka për mua ishtë ndryshe. Kom ndru që është një shtet ndryshe, po kur shkova në krej ndryshe, dhe pyetjen e parë që ma banë në Gjerman, a do të kthesh në Kosovë? Thash po, si të kryet lufta, ka më kthy po Kosovë. Por unë e kom pas një diçka në temen që unë e kom qenë keq për shëndetit. Kom pas shumë abortime këtu në Kosovë, pse kom qenë shumë animike, pa gjakësi, edhe nuk e kom ditë pse. Edhe çdo shtatzani që e kisha një bakter që më mbyt ke bebat. Edhe kështu që 2 djem i kam, një vajzë, faleminderit, një vajzë kam lind, 4 muajsh e gjys, edhe 5 abortime tjera. Por unë nuk ja dola këtu në Kosovë, po asë në shtetin Gjerman. Që me thonë, adi mjekësia është në shtetin Gjerman ma ndryshe me këto, nuk ka dalim. Mjekësia është mjekësi. Edhe unë vajzën, Ylken, e kom pas lindje në fundit, edhe ato mu ka ndërprej mua me lind, mu ka thënë doktore që ti nuk u zanë me lind, për shkak se ki një bakter. Edhe aj bakter të aktivizohet vetëm kur je shtatzan. Edhe më tha, ki fat, i ki 2 djem, edhe djem të ishën pajtur shumë se në shtetin Gjerman, kur dojnë me tregu diçka, i thirën familjartë, burin, edhe 2 djem, edhe bisedun me djemt, edhe pse ishën djemt shumë të vogël, edhe më thanë, pajtohu me kitë pjesë, ki 2 djemt, edhe vazhdo jetën kështu. Unë vazhdova jetën. Por ishtë një dhimbje madhe shumë kur pe hupshë një fëmi, kur diçka dëshiron një jetë me pru një vajzë. Dëshira jote ka qenë për të pasur edhe një vajzë? Po, edhe luftova shumë. Por nuk luftova në atë mjërë si mu shëru të mjekësia, pse une nuk zgjeta zgjidhje. Drejt me të regu sa une në Gjermani, jam që 17 vite jam drejtoresh, normal që kur je drejtoresh ki njerëzit që të njofin. Ke lidhje, a? Ke lidhja. Drejt me të regu sa punoj me shumë edhe me shumë doktora, me shumë njerëzit të ndryshëm, Gjerman që për me më kanë, jo që jam femën shqiptare, por ata gjithmonë më thojnë, a jenë gjitha femna shqiptare si ti? Kështu si ti? Unë ju thëmë po, kena femna zgjuta. Gjitha femnat jenë zgjuta, por mu ka dhe mundësia. Apo i ke kriju vetë mundësit? Po, e kom kriju vetë mundësit, se kom ecë. Nuk jem dalë. E po. Nuk jem dalë, kom ecë. Edhe atë kom fillue për me gjithë diqka për mu, mënyrë naturale, qysh me shëru atë bakter. Edhe dashti zoti, takova një Gjermank, që ajo më shtyte me vazhdu shkollën, edhe pse për neve ishtë
fillimi i Gjermanisë, nuk është i lehtë në Gjermani kur shkojsh, nuk janë kushtet aq të bukura për një herë mi fillu gjitha. Kënej biznisin, kënej mu shkollu, ishën do gjana këgja vështirë. Nuk është jeta vetëm lule, a? Normal, edhe fillova biznisin, fillova dhe shkollime. Shkojsha në shkollë edhe isha aq e ljollne për punës, pse shtetin Gjerman është ashtu që gjithë shka duhet me kanë strik. Për me vazhdu me marë punë ma shumë. Pse unë gjithë shka edhe në firma në kompanin që kam, unë i punat i kom marë për njani tjetërit, për një shoku kështu. Po dhe të mjekësia alternative që shto kam shkua. Kam shëru një, ka vazhdu të tjetëri. Ka vazhdu tjetëri. Asria e përmendet që ke pasur humbjet ndaja njëtë, 5 abortime dhe një fëmi, nuk janë dhimbjet leta që kalohën. Shumë dhimbje e madhe është. A di që shumë herë, kur kom pas abortime, kom mendu, kam thëmë, që ka kom ba keq për më dollin këtë gjana? A ke pas edhe mendime negative, ndoshta edhe besytni, sepse sidomos tek vendi jonë, kanë edhe besime të tjera, qoftë, nuk po du me i hi tash asaj teme, po gjithsesi ka edhe besime që nuk ka të bëja as pak me mjekësina, me trupin e njeriut. Nuk ka pse është kështu, në gjam. Unë kur kam hup yllken vajzën, ka qenë ajo një humbje madhe për mua. Edhe momenti që unë kur krya procedurja, se unë e vajzën tam nuk kam lejue me kall, se është gjuj në zjarë, edhe marrin vetëm ato që ka jetë, edhe kam thonë, na jena musliman, edhe na nuk e lejojna këta, dhe shteti Gjerman automatikisht e kuptan atë pjesë edhe akceptan të ato kesë si që thute. Edhe unë atëre kam qenë një loj këta që përthujnë loj depresione, ave kuptan. Mase normale. Unë kam nejtë një javë, unë kam nejtë në spital, në basi kom hup yllken, kam nejtë një javë në spital, pëse kam qenë me antibiotika, pëse antibiotikun ma dhanë për shkat infekcionit ma, se kam pas infekcion të madhë, edhe një javë kam qenë në spital, e vetëmja nuk më lejojshin kokosh më vizitua. Për pos burit edhe djemve. Vizita tjera nuk kanë lejue. Atere, unë e kujtaj një diqka, merë një murgesh edhe ma dha një melaqe ndorë. Edhe atë melaqe e mora, edhe pe atërshit unë e kam vendos gjithmonë në makinën tem që e vozite, se unë e vozite shumë, se jam non-stop me televizje, në termina. Edhe kështu që për ati momenti atëre, unë e me një herë mora vetën, edhe jo me thonë unë du me najtë këtu ku jam. Unë kom vazhdu. Unë s'kom provu me gjithë diqka për me qëtësu trunin me ilaqa. Unë kom provu se qysh me gjithë një rrugë të bukur, me gjithë këtë problem. E jo me njëherë me marë ilaqa edhe me flajtë. Edhe nga dal, unë e gjitha zgjidhjen vetëm kur e kuptova që unë kam baktere, edhe unë e baktere të mira duhet mi shëndru unë baktere të mira. Atër fillova mu ushqy shëndat shumë, edhe në gjdo herë pa isha vetën që unë po ndryshaj. Edhe normal që edhe kur shkojsh në shkollë, ki shumë njerë që të regojnë për vetë vetën, se ti kur nuk mundesh me studiu mjekësin alternative pa qenë të vetë. Edhe se cili që të regoj ke për vetën se qysh ka qenë edhe qysh ka arrit rezultat me shëndet, atër gjithu që ja më kujtajke. Jo vetëm për vetën, mos e me ndani komendua dhe për juve. Për krejt Kosove, ku ka shqiptar unë komendua, kam thënë, njëtin probleme kanë edhe njerëzit tirë si që kam une. Por atër këmë fillu, këmë thënë jo, unë du mas pari vetë, me regullu shëndetin tani, kaloj të familja jam, tani për të kom vazhdu. ndihmuar edhe të tjere. Po, unë kom vazhdu tani në basmije, kër e kom pa që unë jam shumë a mirë, atër kom fillu me familjen tam, tash profesioni jam është analiza kuantike për largimin e toksina,
për rregullimin e ushqyeret. Ky është profesioni jam. Tash punoj me shumë njerëz, ju thash, 70% punës e bëjnë në Gjermani, punoj edhe në Zvicër, punoj edhe vendet tjera në Kosovë, vetëm 4 ditë punoj, për shkak kohës, nuk kam kohë aq shumë. Edhe unë mendoj gjithmonë edhe ma shumë këtu me punu, po kam familjen atje. Kushtet janë ndryshe, po është edhe familja atje, kam burrin, kam djemt, kam nuse, kam besa, jam gjyshe, edhe kështu që unë kështu arrita për mi largu toksinat edhe me rregullu shëndet tem, si që jam sot. E përmende pjesën ku nuk e pranu që trupi vajzës të bëhet me një procedur tjetër, por keni vendosur që ta shkoni me ritualin e fesë muslimane. A beson? Je besimtare? Unë jam besimtare. Unë jam besimtare. Ku ke takuar edhe mërgeshën në cila... Për besimtari ju të regoj, unë drejt me të regu, baba jem, edhe na jena një familje madhe, na vi nga fshati Barilev, familja jam është familja Regja, edhe gjyshi jam, dhe gjyshi jam kanë qenë në atë kohë që janë kanë të partit, që kanë shku në qabe dhe në kanë normal haji, tani më gjallatemi, baba jem, besa dhe tash edhe djali jam, këtë vit, mujnë e 5, ka me shku haji, në Gjermani ka studiu, është inxinjer, edhe nusen e ka gjermank, por e don atë pjesë, e beson atë pjesë, edhe të qështash unë jam muslimank, edhe pse, po ajo është një figur që mu ndoke që më ka qëtësu në atë moment. E ke pranu? Po, e kom pranu. Edhe se është pjesë e një tjetër fe. Po, gjdo gjë që e pranu një pozitiv, ajo ndiman. Ndiman. Une tash për veti, kur shkon ti me një mendje të mirë, si që ma shtroj pytje nusja jame, se jam tash me nusën këto në pushim, me nusën e madhe, më Gjerman, kom tha, apo ki frikë që po shkon televizion? Tash, mam, nuk kam frikë. Tash, pse, a di pse nuk kam frikë? Unë e di që gjdo njeri mu imi të ndimu. A ka gjë ma bukër mi largu toksin trupit? Për ata nuk kam frikë. Pse e di që ka kom ba në vetën, edhe në familjen tam, fëmijën e mi, e jo njerëzit tje, për ata nuk kam frikë. Edhe më tha, shumë e vërtet është. Për ata nuk kam frikë. Pa dyshim se po. Ke kaluar në për shumë sfida, Astrije, po më intereson shumë ku e ke gjetë krejt këtë forcë për të folur hapur edhe në për media, dhe për të kujtuar yllkën, me qenë se e përmende tash me disa herë. Unë e kom kalu shumë sfida. Shumë herë më kam pyet njerëzit e kom thënë unë e muj një liber me shkru, për shkak se burri jam nuk e ka pranu këtë pjesë punës tam, këto me ardhë në Kosovë me punu. Për një arsye pse i na kanë shumë afër me burrin, se jena shtetin Gjerman edhe kina qenë gjithmonë zbashku, edhe unë kom fillu biznisin atje në Gjermani, edhe gjithë shka unë ka në varën për meja. Edhe kur fillova, e thash burrit që unë do të filloj punën në Kosovë, më tha jo, tha bëll ki punë këta. Thash jo që e bëj për pare, por unë e du me bëj ata më ndihmu njerëzve, më të regu diçka që populli jonë nuk e kanë dëgju asë njëherë. Atere, bisedova me një Gjermank, Janën, e përshëndes nga zemra, so kanë femne parë që ka orë këtu edhe nga ka të regu për mungesën e vitaminës D, që s'kem nga ditë kur gjë për vitaminën D. Kur gjë s'kem di për vitaminën D. Edhe ajo ka ardhë këtu me mu, kam bëha tërmin, palje në burët. Unë vetë e kom marrë iniciativen, edhe kom thënë, Jana, unë e du me dërgu një vend, unë vend në lindje tem ku unë jam lind, ke marrë me mu edhe me ba analiza kuantike këtu në Kosovë. Ajo pranoj. Erdhëm këtu në Kosovë, motra jam i regulloj gjanat krejt, edhe disa mjek, edhe disa njerëzi që i ftum na, edhe ajo filloj me tërgu
për pjesën e shëndetit edhe për pjesën e toksinave. Ajo ka qenë 9 vite. Para 9 vite, asë një nuk kanë bisedu këkush për pjesën e toksina, asë për pjesën e mungesës vitamines, pra nuk është folë, nuk është diskutu dhe nuk normalisht edhe analizat se më bërë edhe ajo fillaj me të regu për atë pjesë, edhe gjithë metën, dikush këqyrë këtu bushesh, dikush nuk e di. Edhe në fund një fjallë e tha, ta strije, une njerëzit më të menqër, ta nuk kam pa në botë. Shumë vende ta kom ba analiza, 2 gjana e ishen, të menqër, po shumë të smurë. Për këto në Kosovë. Shumë të smurë. Thash pse jana? Tha pse kini munges vitamines D shumë. Thash po, nga po vjen vitamina D, se mu me interesoj këse edhe për mu i gjithë shka e ri. Astrije tha, vitamina D vjen, munges për shkak se kini shumë toksina në trup. Thash po, toksina nga vin, Astrije, tha 70% jena ujë. Thash po, jana. Kur keni pas luft, thash në atë ku ishtë me thonë 13 vite, jo, 15 vite. Aty dikon për Po, 15 vite për afërsisht, tha që 15 vite jana. Tha, me ndo të tha, para 15 vite që ka ndodhë në Kosovë, thash, pse jana, tha, ato bombardime, tha, jenë ato metalet të randa, thash, për lidhët pjesën të metalet të randa, jenë metalet që ato shien vetëm me mikroskop. Edhe ato vendosen në trup, edhe vinë smundjet, tash këto bakterit. Vjen kanceri, vinë smundjet të ndryshme, trashja gjakut, marrëmendja, mungesa vitamines D, mungesa kalciumit, magneziumit, gjitha vinë nga pjesa e këtyne metale të randa. Edhe drejt me të regu edhe për mu ka qenë gjithë shka e re, edhe masandej 3 herë ka qenë jana këto, kem ba analiza, atëherë kom thonë, une du mja fillu. Mas shtiri ka qenë koha koronas. Krit tjera ko, nuk ka pas problem, se unë jam atje drejtoresh, edhe unë kam njerëzit punësum atje, edhe une pa qare më dufke më ardhë në Kosovë, problemi ishtë që nuk u dzejsha me fluturu me aeroplan. Mu jep ke letra, edhe nuk isha shansë mu taku me Gjerman, tërmin, për shka se unë kom kalu kufine. Edhe, qka kam bo, jam ardhë me kësine minibusa, për Gjermanis, unë Kosovë, edhe më pëtëshin ata, ishin 7 bura, edhe unë e vetë mja femen, edhe më pëtëshin bua ata, qka punën ti? E të isha, po jam unë e drejtorish. Hej, të isha drejtorish, edhe ullën këto, pa, kukush nuk e di ke për qka e bëjsh ata. Arsyeja nuk e dishen. Por unë e vetëm më smiljan njerëzit këto, e ku marat rrugë. Ajo ka qenë koha me fështirë. Pse unë kom bërë gjithë shka, vetëm me kuptu populli jonë, që kena në trup toksina. Por ta shpesha që njerëzit kanë fillu këndryshe po shenë. Ma shëndet shumë, kur vju thëmë, menja ato 3 pijatat vendasnit me gjesën, dreken, darken, kanë fillu për bajnë. Se 3 henditje na duhet më hangër. Na duhet më hangër karbohidrate, na duhet më hangër për proteina, na duhet më hangër yndyrë, edhe minerale dhe vitamina, edhe ujtë mjaftushëm. Ka që si na duhet rup. E jo largoj komplet karbohidratet. Dieta ekstreme. Ajo nuk është e mirë. Ajo nuk është e mirë. Unë s'kam bo për vete. Ju të regoj drejtë unë nuk përdori asë një ilaçe për vete. Edhe pse kam pas probleme shumë me yndyrë, edhe me tension shumë të griton, unë nuk kam mendu se qysh me shërue me ilaçe. Unë kam bas gjithje tjetër, pse Gjerman gjithmonë më kanë thënë Astrije, se gjithmonë më kanë thirë Astrije jo,
Frau Binako, sa ashtu thiren, po mu, kur tret Gjermanin emën, dë ban Ka një afërm respekt, shumë. po. Edhe gjithmonë më thejke Astria e ki trashëgim prej prindve. Unë nuk e pranojsh ato, që kam trashëgim prej prindve, se nënë em nuk ka qenë me ndyrë, nënë em ka qenë me probleme se ka pas ujë shumë në trup, po tash e dipë se nënë em ka qenë ashtu, po që mu apëm shene, unë nuk i kam ato, nënë em ka qenë kaq. Por edhe nuk i pata trashëgimi ato. Unë i largova, gjitha. Unë i shërova shëndeta. Si? Vje pyetja si. E kuptoj që gjithçka bëhet përmes mjekësisë alternative, por çfarë specifikisht? Unë specifiken që kam gjetë për yndyrën gjak, për veti po folë, për tjeret unë veç për vete. Kjo mënyra jam ka qenë kështu. Momente që të fryet stomako, ti duhet me di që ki bakterja. Unë e kisha infekcion. Vazhdushëm. Që mjekët nuk patën mundësi të diagnostikonin ose të ashëronin? Unë e shtazon kesh, unë thanë, e kini bakter. Po aja bakteri vazhdoj edhe masandej. Dijej për cilën bakter filloj bëhet ndyra. Po. Filloj ndyra në gjak. Filloj intensioni. Më sulmoj 2 herë. Edhe rezultat kërkon. Edhe ndyra në gjak është interesant, ndyra në gjak njëri ku dalon që mas shumë të që është problemi ndyra në gjak është këto të pjesa qafës. Këto të blokan, edhe kini ma remedje dhe të hup fokuse, nuk i fokus. Edhe truni jëtë, si me vendos kapakon të nxeres, tak, që është të blokohet truni për një herë. Edhe une, edhe kum pas një damar zemrës këto, edhe u vrejke tamon, motra e me gjithë mu ma dalajke. Është që ashtu që i dalon gjana, të më theke, a nuk po ki frik, i thisha jo, nuk e pranojsha, jo, nuk kam frik. Edhe nga dal, e kom largu të infekcionin, ki gjithë shka mënyrë naturale. Gjithë shka kom punu për vete, mënyrë naturale mi largue toksinat. Unë ju thashë, unë e bëj analizë kuantike, kur e kom bëjnë analizën kuantike para 9 vite, unë nuk e kom njofë këtë pjesë. Edhe unë e kom pa bashkë kur e kom një infekcione. Pri stomakot, se çdo mëngjes që u zgjojsha për gjumit, unë e kisha një farë thartine, një farë ndjeni shumë të keqe. Edhe nuk e di kisha, veç e thisha burrit, nuk po kam fuqi, nuk e di që ka ndodhë me mu. Edhe më bishë, do mësë më bishën shumë flakt. Floktu më bishën edhe une, pika me dopte jamja është floko. Floko. Edhe qaj o kante une e merë një ngjyrë të verdhë. Nuk e kia ngjyre naturale tonën, po e merë një ngjyrë të verdhë, se është problemi qakullimi gjakot. Edhe une nga dal, e kom largue, kom regulu ushqimin, une kom filluan këtë mënyrë me pa vetën ku është problemi, mas pari duhet me regulu infekcionin, toksinin me largu, edhe ta shumë mirë. Astrie, çka specifikisht ke përdor? Sepse jemi popull që dëshirojmë rezultate të shpejta, normalisht gjithmonë e kërkojmë këtë ilaçin magjik që me një herë, 2 herë konsumimi duhet me të kalu. Unë e kam të njëjtin problem me njerëz të cilët e kërkojnë shumë shpejt një rezultat. Unë Gjermani, unë Zvicër, se cilë e din që ka është një mjekësia alternative. Se këtë punë e bëjnë shumë Gjerman. Se bëj vetëm une, po shumë Gjerman e bëjnë. Edhe në Zvicër, edhe në Belgjike, këto vendet kreti bëjnë këtë punë. Se unë e di që tash jam të studiua dhe për nutriciste, ju kur e keni njoft një fakultet që 5 vite. Ma shumë jo. Edhe, ama shteti Gjerman e ka njoft shumë herët. Edhe mu më thojnë gjithmonë, Astrie sa kohë gjatë. Nuk mojnë me thënë ty se sot unë kur ta bëj analizën, unë e shoh me vlera se ku je me toksin. Unë atë toksin, unë duhet çdo qelis trupit me shëndrun të miren që me ty më të rrit imuniteti e me mbroj qatë smundje që ki. Para me ndonë, duhet me rrit imunitetin. E imunitetin nuk është ashlet me regulue. Duhet shumë kohë me punu për me regulu imunitetin e me zhduk qatë smundje që ki. Smundja kush është bakterit. Ato ty po të shkatrojnë.
E njerëzit e mendojnë, kur ta përdosh një diçka, ajo zhduke. Që kjo është problemi të njerëzit, që njerëzit e mendojnë vetëm shpejt. Mu ka duf ko. Unë kam 9 vite, unë ka 13 vite që e njofë këtë punë. Që 9 vite kam ardhë në Kosovë. A njëhe 4 vite kam qenë në shkollë, jem shku në shkollë, me studiu, me pa, sa vende i kum vizitu une, për me ardhë deri që tu ku jam, edhe me regullu shëndetin tem. Po është ka zxatë, ama unë jam e shëndetshme. Ja ka vlejt? Jo, m'ja vlejt, po shumë ja ka vlejt. As kur kam qenë e re, nuk kam qenë ma bukur se që jam tash. As e re, kur kam qenë vajzë. Nuk kam qenë ma e fuqishme, se sa e tash? Se tash, si me koncentrim, si me gjitha. A ti diskutojnë pak disa rastet të cilët një farforme kanë pas mundësi që të bëjnë analizat kuantike edhe në Kosovë dhe cili ka qenë rezultati tyre. Dhe ndoshta pa tjetër po e bëj pyetjen se për sa kohë ka pasur rezultat. Ndëgjam, unë kam shumë rezultat, sidomos të fëmija me autizëm, është diçka shumë e bukur. Unë kam qenë para 3 ditëve, kam qenë në Frankfurt, ditë e diele ka qenë. Kom ba analiza kuantike, kom pasë në Frankfurt, kom pasë 5 familje që kanë fëmijë me autizëm. Edhe është shumë interesant, fëmija me autizëm kanë mas shumë të probleme që kanë me parazita. Edhe parazitat janë interesant që ta ullin imunitetin e fokusimit, përqëndrimit. Se fëmija me autizëm kalojnë atë botën e vetë. Me çdo nënë që bisedaj, i tham, hej, qysh ka qenë kur ka lindë fëmija ju, se ka fëmijë që lindin me autizëm. Po, ka fëmijë që mas një kohë shkojnë në autizëm. Jo me njëherë, mas 2 vite, fillojnë pak me folë, tani fillojnë me marrë shumë antibiotika, tani kanë parazita, ju ullet imuniteti, tani mas andej, hup edhe fokusimi, përqendrimi, nuk fokusohet, nëse ti folë me fëmijën tonë, ai nuk fokusohet, e ka atë botën e vetë. Edhe gjithë që i pyta ata familjarë, kush ju ka pru të ona? Pa shumë interesaj ke kush. Se cili për tjetërit. Tjerë që kanë po sukses, i kanë rekomandu. Ju kanë tregu edhe kanë artë të one për me pas njëjtin rezultat. Edhe i pëtësha, qysh janë ata fëmija? Astrije, nuk i njofëm sa bukur janë tash. E që kjo është puna që të unë kanë shumë rezultat. Jo pak, po shumë. Si fëmija me autizëm, si njerëzi që kanë probleme me alergji, se kohën e fundit e din, sa njerëri është me pjesën e alergji, nuk po foli vetëm për Kosovë. Unë po foli edhe për pjesën e Gjermanisë, vendet e tjera, që kanë shumë probleme, e çdo smundje deri që tash, që kanë shuku si pas këshilla fëmija, besa e kanë kaluar shumë bukur. Kush janë ata personat të cilët mund të kenë drejt për së drejti rezultat? Apo kanë nevojë në fakt? Unë tash me të regu një rastin e parë, tash raste kom pas shumë raste, kam shumë raste, po në rasti parë që ka qenë edhe ajo ka luftu shumë për këtë pjesë, është Luljeta, që është në Shqipëri, edhe unë kom dash drejt për drejti, aja me kanë edhe në misionin e juve me të regu për vete. E mirëpresim Luljetën, pëse jo, me knaqësit a mua tjetër ne kina me ba dhe me thirrje telefonike, me të regu edhe njerëzit. Edhe ajo ka qenë shumë interesant që unë kam dalë në rrjetin social, për ndryshe nuk mu isha me kontaktu me njerëzit, pëse mjekësin alternative ka njohë shumë pak njerëzi, shumë, 1% shumë e vogël. Në fakt e njohin shumica, por nuk është se edhe e besojnë. besojnë. Para 9 vite shumë pak. Nuk e besojnë. Nuk e besojnë. Nuk e besojnë. E nashta. Nuk e besojnë. E nashta. Edhe tani unë kur fillova me dalën Facebook, Luljeta më kanë dëgju. Edhe nuk ka pas ku shumë, se unë momenti që dilësha në Facebook, unë nuk isha ku me pas grupet grave, ishin disa grupet grave, që i bëjshin ato gjanat e vetë, edhe unë hysha, edhe vetëm të rëgëshin, po me njëherë më largëshin. Po ajo atë shpejt e ka marë numër emrin tem,
edhe më ka shkrue në mesegjer, më ka thonë, unë jam shumë e smuar. Thash pse? Tha, unë jam ka vdes. Thash pse po? Tha, unë jam që 6 vite, shumë e smuar, edhe unë du më shëru. Edhe o kanë diçka shumë interesante ajo, që ajo së ndapi meja. Ajo momenti që më ka pa mua ato, ajo kur së ndapi meja. Si e ke ndihmu më saktësisht Luljetën? No, që shikom, e kam ndihmu unë i kam dërgu asajna për Gjermanisë, disa produkte, për mes motrës tam, motra jam ja ka dërgu në Shqipëri, edhe vetëm i kam thonë, shko bëne analizën e vitamines D, edhe të regom si e ki vitamine D, edhe analiza tjera. Kur shku ka ba vitaminen D, edhe pse jeton në dërs, një vend që ka djelë shumë, vitamina D vjen për e këpurdhe edhe djelet. 2 gjana i kanë, ma shumë nuk ka. Nuk vim për i pëme, këpurdha edhe djelet. Edhe ajo e ka taku motra jem, edhe pse motra jem the ku pe njef ata, i thesha ti, unë po thamë ty, ti m'ja dërgu. Edhe në atë moment aja ka fillu me terapin që ja kom dhanon, po terapia ka qenë se unë kur fillaj me largu toksinin, fillim njerëzit, thujnë ha që ka pëndodh me mu. Por ajo është e mirë, pse unë po bëj bakterit mira, e sot ajo është shërume, komplet, prej ndyrës në gjak, prej tensionit ngriton, prej animis, prej mungesës vitamines D, plus ka hapu ndosh 200 vetin, me ndihmen tem, jo me ndihmen me financa, po me shëndet. Pa tjetër. Me shëndet, jo me financa, por me shëndet, e sot ajo shumë është krenare, edhe shumë falenderuse, thët unë jam ajo që egzistoj sot për teje. E shumë tjerë, edhe unë ju kësha thonë, me një njerëzit të thirrje telefonike, le të rasin për Gjermanisë, për Zvicrës, për Kosovës, sa ju këm ndihmu njerëzve, se kjo është një ndim. Se unë e vi prej shtetit Gjerman. Unë e la biznisin tem atje edhe vite, jo në Kosovë. Nuk është let një femën me ardhë, me shku në Dortmund, 2 ore gjys, udhtaj, vinë Dortmund, marë aeroplanin, vinë Kosovë, jo shkojnë Shqipëri, do që shkojnë Shqipëri, bëj analiza atje, vinë Kosovë, këthena për 5 dit edhe këthena për Gjermani, se koha nuk më premtan ma shumë. E për ata, duhet me besu mjekësin alternative. Mjekësi alternativa shumë e bukar, tepër e bukar, edhe juve i riniv, se ju e një 3, ju kisha thanë, ushqeni shëndetshëm, pini ujtë mjaftushëm, mos me ndoni vetëm të pjesa depresionit. Nuk kem depresion. Jena popull shumë i menqër. Kena problem vetëm me pjesën e fokusit. Pse është problemi i mungesës vitamines D, mungesa magnesit, e mungesa kalciumit, magneziumit. Ato regulani e largoni depresionin. Edhe gjitha regulohen. Zgjidhet një problem. Po, pa tjetër. Astrid, të falenderoj shumë për gjitha këto që ndajte me ne, ishte kënaqësi që pata në studio. Shumë faleminderit edhe ju uroj një shëndet bukur. Kjo është më rëndësishme. Faleminderit juve. Miqtë mi dashur, tani është koha që ta ndjekim materialin në vazhdim, të cilën e ka përgatitur Sara, në fokus e kemi